Panajiri Ditët e Bujqësisë 2025, panajiri më i rëndësishëm ndërkombëtar për sektorin bujqësor në Shqipëri, organizuar nga Iceberg Exhibitions, u hap sot për publikun. Për 3 ditët në vijim, ky nuk do të jetë vetëm një panajir, nuk do të jetë vetëm një ekspozim, por do të zhvillohen tema të rëndësishme jetike për sektorin e bujqësisë përmes forumeve dhe paneleve të diskutimit. Kam kënaqësinë dhe nderin që sot të hapim zyrtarisht edicionin e këtij viti të panajirit, Ditën e Bujqësisë 2025, një ngjarje që vit pas viti po bëhet një pikë referimi për zhvillimin dhe bashkëpunimin në sektorin bujqësor në vendin tonë. Ky panajir është më shumë se një aktivitet, është një hapësirë për ide të reja, teknologji moderne dhe rrjete bashkëpunimi. Nga data 23 deri më 25 prill 2025, fermerë, sipërmarrës, kompani teknologjike dhe institucione do të prezantojnë produktet më të mira, si dhe risit më të fundit në bujqësinë organike, teknologjinë bujqësore, reduktimin e mbetjeve, sigurinë ushqimore dhe digitalizimin rural. Është viti i parë që vim panajir, edhe na ka promovu bashkia që na ka sjellë në panajir. Për moment, si fillim mirë. Duke bazu këtë produkti që kemi, produkt natyral, bio, pas një lënë të huj, pas një konservant, shpresojmë që do kemi rezultat. Vi nga Lenia e Gramshit, edhe jam bletëritës. Panajiri nuk është shumë i mirë të themi, pa akoma është në rritje, sa vinë në rritje. Jo, kam vitin e 2 që vi.